Via bregdetare e Durrësit ka qenë ndalesa radhës për ministren e turizmit dhe mjedisit Mirela Kumbaro në vijim të inspektimeve në Bregdet. Kumbaro theksoi se me ndryshimin thelbësor të rregullorës së plazheve, ku dyfishohen hapësirat publike, shtohen përgjegjësitë e institucioneve për mbarvajtjen e sezonit. Plazhet publike nuk janë në fund apo në fillim vetëm që i bën të vështirë aksesin, por janë të ndërprera me qëllim që pushuesve të ndryshëm në segmente të ndryshme, aq më tepër në Durrës që është një vijë shumë e gjatë Bregdeti. Ne kemi dy detyra kryesore: para të mos lejojmë zaptimin e hapësirave publike, dhe sigurisht atje ku do të ketë nevojë Policia Bashkiake do të kërkoj ndihmën tuaj, kjo është shumë e rëndësishme, por ne duhet të bashkëpunojmë edhe për sa i përket pasërtisë. Gjithashtu Kumbaro tha se duhet të kushtohet vëmendje kontrollit të mjeteve të palishme të turizmit detar për të shmangur incidentet. Bregdeti Adriatik pak a shumë gënjen sepse duke qenë se është i cekët, shkojnë shumë më thellë se sa çmunden pushues të cilët nuk dinot, dhe në një moment të caktuar ju ndodh një fatkeqësi. Prandaj gjithë vëzhgimi me mjetet e policisë kufitare është i domosdoshëm dhe është e vetmja mënyrë për të shpëtuar jetë dhe sidomos kontrollin e mjeteve të paligjshme të turizmit detar, që janë skafet, janë ato jet skit, të cilat praktikisht do duhet të jenë në kontrollin tuaj. Prej 15 qershorit ka nisur operacioni Plazhe të Pastra, përmes të cilit Agjencia Kombëtare e Bregdetit mbështet 8 bashki në pastrimin e plazheve.